Klubi i futbollit Shkëndija nga dita e djeshme është në Gibraltar për duelin që do ta luajë ndaj Europa FC në kuadër të raundit të parë eliminator në UEFA Conference League. Tetovarët në këtë ndeshje konsiderohen favorit dhe realisht pritet që të kalojnë këtë pengesë për tu kualifikuar në raundin e radhës. Shkëndija nis në një epokë të re në drejtimin e Artim Pollozhanit, ku synimi mbetet që sërish të sigurojnë grupet e këtij kompeticioni si vitin e kaluar. Shkëndija sot në mbrëmje pritet që të zhvillojë seancën zyrtare stërvitore para ndeshjes së nesërme, ku dhe trajneri Pollozhani do të përcaktohet për formacionin që do të zbresë në fushë. Ndeshja Europa FC dhe Shkëndija do të zhvillohet nesër me fillim në ora 19:30. Nesër fillim timin tonë në Europë, ku do përballemi me skuadra nga Gibraltari dhe jemi përgatitur maksimalisht, ku na pret një rrugtim besoj shumë i gjatë në Europë, sepse vim nga një sukses shumë i madh dhe tani duhet jemi më të fokusuar që të përsëritim suksesin e njëjtë dhe do i marrim ndeshjet një nga një, pavarësisht të kundërshtarit, ne besojmë në kualitetet tona dhe jemi përgatitur maksimalisht për këtë rrugtim. Ndryshe për klubin e futbollit Shkëndija, është kjo ndeshja e 68 në garat europiane, ku ka 16 ndeshje në Ligën e Kampionëve, 31 në Europa League dhe 18 në Conference League. Ka të regjistruar 24 fitore, 12 barazime dhe 31 disfata. Ka shënuar 68 gola dhe ka pranuar 89. Suksesin më të madh e shënoi në sezonin 2025-26, duke kaluar fazën e grupit dhe u kualifikuar në eliminatorët e UEFA Conference League.